Tani kjo që ndodhi në mes të transmetimit, ishte një skandal i vërtet. Nuk kishte ndodhur kurrë ndonjëherë në shtëpinë e Big Brotherit, edhe më vjen shumë keq që ndodh në një televizion kombëtar, por nuk është faji i televizionit, nuk është faji askujt që disa njerëz nuk kontrollojnë dot veprimet e veta dhe mendsinë e vet. Tani me sa informacion kam unë këto momente, ai gjesti është shumë mirë. Policia ka mbritur edhe në ambientet e Top Channelit, kështu që për çdo gjë do merren masa, për këtë rrini të qetë. Ju që po më ndiqni këto momente, por më vjen shumë keq nga ana njerëzore që ndodh kjo. Është një turp i madh që mban vetëm ai që bëri këtë gjë, që është Jozi në këtë rast. Kështu që nuk di çfarë them. Por situata është nën kontroll, gjesti është mirë dhe pjesa tjetër procedurale do vazhdoj deri në fund. Ciao.